Pritshmëritë për sezonin e ri veror janë shumë të mëdha faktikisht. Ka një kërkesë shtuar për akomodim në plazhin e Velipojës. Kjo nisur edhe nga puna e mirë që është bërë sezonin e kaluar. Faktikisht edhe për këtë sezon, bashkia ka 2 javë që ka ndërmarrë një aksion për pastrimin dhe mirëmbajtjen e gjithë infrastrukturës që shërbejnë për turizmin. Kjo në vijim të aksioneve të mëdha që janë bërë për pastrimin e sipërfaqes ranore, në bashkëpunim edhe me bizneset. Kena verifikuar dhe gjithë infrastruktura e domosdoshme për fillimin e sezonit është funksionale. I bëj thirrje bizneseve, por edhe atyre njerëzve që dojnë të hedhin balt mbi plazhin e Velipojës, që të jenë të fokusuar promovimin e Velipojës, se kjo i bën mirë qytetit dhe jo të merren me pika hotspote që krijohen çdo ditë dhe pastrohen çdo ditë, si të fitojnë kredo ndoshta politike dhe i bëjnë dëm turizmit dhe pasqyrojnë jo realitetin, po pasqyrojnë një deformim që nuk i shkon as atyre dhe as sezonit. Me fillimin e javës do ndërmarrim edhe nisma për ndëshkimin e çdo subjektit që do hedhin motorinat në pikat që nuk janë të destinuar për këtë lloj mjetësh. Siç e shikoni, prej 2 javësh ka nisur punimet për mirëmbajtje dhe funksionime e tualetet dhe plazhit Velipojës. Ndërhyrja është bërë te pjesa e lyrjes, te pjesa e ndriçimit, te pjesa e zëvendësimit të dyrëve dhe te pjesa e mirëmbajtjeve të tjera tek janë hidrolike, elektrike, zëvendësimi i pompave e të gjitha aksesorët e nevojshme për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tualetet të plazhit Velipojës. Kam edhe një thirrje që kena konstatuar gjatë punimeve në lidhje me vjedhjen e dyrëve dhe të pompave dhe pjesës hidrolikeve. Kjo nuk është një diçka e mirë për funksionimin e tualeteve të plazhit Velipojës dhe për imazhin e plazhit Velipojës. Ndërkohë, të 4 tualetet publike të plazhit Velipojës janë në funksion të plot dhe njëkohësisht do mirëmarren gjatë gjithë periudhës së plazhit për funksionimin sa më të mirë për pushuesit e plazhit Velipojës.